Është mbyllur numërimi në disa prej bashkive të vendit ku rezultati është i ndarë, në bashkinë e Skraparit ku Partia Socialiste ka fituar bindshëm përballë Partisë Demokratike. Nga numërimi 23 kutive të votimit, Partia Socialiste ka marrë 66.46% të votave, ndërkohë Partia Demokratike ka marrë 1588 vota ose 29.2%. Në këtë zonë, forcë e tretë është koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet që ka siguruar 120 vota. Në bashkinë e Pukës, fituese është pallur Partia Demokratike. Nga 18 kuti me vota, PD-ja ka marrë thuajse 10% më shumë të votave se Partia Socialiste. Gjithsej demokratët kanë siguruar 2034 vota, ndërsa forcë e tretë edhe në këtë qark është Partia Socialdemokrate. Numërimi i votave ka përfunduar edhe në Has. Partia Demokratike ka marrë 3547 vota duke u renditur e para, Partia Socialiste 2231, Partia Socialdemokrate 841, Partia Mundësia 37 vota, Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet 32 vota dhe Partia Koalicioni Euroatlantik 22 vota. Numërimi ka mbaruar edhe në bashkitë me Malia, Libohov dhe Këlqyr në qarkun e Gjirokastrës. Partia Socialiste ka fituar në të tre bashkitë. Në Memalia, PS kryeson me 3003 vota, ndërsa PD ka marrë 1444 vota. Në Libohov, PS-ja ka marrë 1231 vota, ndërkohë PD ka marrë 768 vota. Në bashkinë Këlqyr, PD-ja ka marrë 965 vota, ndërsa PS ka marrë 1702 vota. Edhe bashkia Poliçanit është roz. Partia Socialiste ka fituar bindshëm pas përfundimit të numërimit të 22 qendrave të votimit. Socialistët kanë mbledhur 3127 vota për kundrejt 981 të Partisë Demokratike. Edhe në këtë bashki, koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet ka mbledhur 372 vota. Edhe në Himar, fituese, edhe pse me rrjedhje votash, ka dalë Partia Socialiste, e cila kryeson me 3196 vota për kundrejt 2370 që ka siguruar Partia Demokratike. 668 vota janë ndarë me partitë e tjera. Partia Socialiste doli forcë e parë edhe në qytetin e Rogozhinës. PS-ja ka arritur të fitojë me 4766 vota. Në vend të dytë renditet Partia Demokratike me 3399 vota. Në vend të tretë renditet Partia Mundësia me 167 vota. Në Tepelen gjithashtu Partia Socialiste ka kryesuar me 3214 vota. Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka arritur të marrë vetëm 1003 vota, ndërkohë Nisma Shqipëria Bëhet renditet e treta me 149 vota. Procesi i numërimit të votave është mbyllur edhe në Fusharrës, ku Partia Demokratike ka dalë fituese me 1315 vota, duke lënë pas Partinë Socialiste me 1137 vota. Diferenca për 178 votash i ka dhënë PD-s fitoren në këtë bashki.